në procesin edukativ arsimor. Cilat janë avantazhet që i ka kjo inteligjencë artificiale? Çka ja lehtëson studiuesit, arsimtarit, nxënësit? Avantazhi si pikë e parë e inteligjencës artificiale në arsim, jashtë sferave tjera. Personalizimi. Çfarë nuk kupton kjo personalizim? Domethënë ajo bëhet personalizohet, aftësohet apo përditësohet për disa informata të veçanta apo çfarë? Dhe nëse përdoren inteligjencën artificiale në këtë rast e popularizuar ChatGPT, atëherë ai mund ta pyet edhe në shtëpi, edhe në rrugë, edhe në shkollë, edhe gjithmonë. Mund ta cekim operator telefonik dhe e ke asistencën domethënë robotike ku mund ta pyesësh për gjitha ofertat ose gjëra tjera dhe do të jep të gjitha domethënë përgjigjet. Çdo herë duhet kemi kontroll sepse kemi edhe disa avantazhe. Domethënë pika ky që është kontrolli prindëror. Gjithçka varet prej fëmijës se sa është i interesuar të bëjë një interaktivitet me po themi tash ChatGPT ose ndonjë aplikacion tjetër. Videot që po i shohim të për shembull të disa kryetarë të shtetit se duke u që gjeneruar nga AI. Po. Tani shpesh njerëzit nuk dinë me i dallu. Tash ishte kjo situata me nëse dalim te pjesa e disa avantazheve, kemi përdorimi ose ruajtja e të dhënave personale, që është mjaft e frikshme edhe mjaft me karakter. ChatGPT-ja a e profilizon njeriu për shembull? Ja merr informatat, preferencat dhe pastaj krijon një profil për to? Kemi disa avantazhe në arsim. Domethënë kopjimi edhe plagjiatura, domethënë që ndodh në punimet seminarike, punimet diplome sepse ato nuk janë të vetëdijshëm se çka do të thonë informat personale, edhe ndoshta shumë ma lehtë japin edhe emrin edhe adresën edhe gjë që nuk duhet t'i japin edhe këtu apelojmë tek prindërit që me i kontrollu. Të ne mungon kjo mbikëqyrja e fëmijëve në rrjetet sociale apo në internet edhe. Po, mungon. Në emër të Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar shikues, vëllezër dhe motra, jemi në fillimin e podcastit të radhës në Mexhlis. Do të flasim sonte për një temë e cila është aktuale. Bëhet fjalë për inteligjencën artificiale. Çfarë avantazhe ka, çfarë përparësi dhe cilat janë ato elemente që mundemi t'i quajmë sikur disa avantazhe apo diçka që është pengesë për jetën e njerëzve në përgjithësi. Do të fokusohemi më tepër tek arsimi, nga se arsimi është boshti i cili është themel i ndërtimit dhe i zhvillimit të një shoqërie. Për të biseduar për këtë temë, sonte kemi mysafir inxhinierin e informatikës, Bujar Hamiti, të cilët i shprehim mirëserdhje. Mirë se vjen Bujar. Faleminderit shumë. Mirë gjatëm hoq. Faleminderit për ftesën. Besoj do shtjellojmë një temë shumë interesante. Faleminderit. Shumë po flitet për këtë AI, ChatGPT, tash kanë dalë DeepSeek, do tjera. Çka janë këto për njerëzit që ndoshta janë më pak të informuar rreth kësaj dukurie të quajmë. Çfarë mund të thënë? Çka është ajo inteligjenca artificiale? Përderisa inteligjenca artificiale zanafillën e ka qysh shumë më herët, vite më herët, te neve tash ka filluar të jetë pak më aktuale. Temë diskutimi në çdo vend, si në institucione, si në shtëpi, si në rrugë ose në ndonjë mbledhime të ndryshme. Inteligjenca artificiale, nëse shkojmë nga fillimi zanafillën e ka qysh nga vitet e 50-ta, ku hap pas hapi, vit pas viti janë bërë ndryshime të ndryshme ose revolucione nga aspekti i teknologjisë. Për ndryshe, nëse fillojmë vitet e 50-ta nga shkencëtari matematicienti Alan Turing, i cili bëri një revolucion në zbulimin e enigmës gjatë luftës dytë botërore, ku edhe e ka përshpejtuar kodin që e ka përshpejtuar fillimin domethënë aleatët të cilët e kanë fituar domethënë betejën. Ky ka bërë një
dekodim dhe deshifrim të mesazheve. Po ashtu pas viteve të 50-ta, domethënë ka evoluar pak a shumë inteligjenca artificiale, për të cilën do e shtjellojmë pak më vonë si term. Ka evoluar në vitet e 60-ta, pastaj në vitet e 70-ta, 80-ta dhe nga vitet e 2000 e këndej fillon të revolucioni i serios, domethënë i inteligjencës artificiale. Megjithatë deri tash, domethënë deri para viteve 2000, inteligjenca artificiale ka hasur në shumë pengesa për arsye të avancimit të teknologjisë. Ashtu siç ka kaluar teknologjia. Shikoja një dokumentare, fliste për shpejtësinë se si zhvillon këto teknologjia moderne, edhe thoi ka marrë një periudhë kur do të jetë më shpejt se sa shpejtësia e dritës. Do nëse e krahasojmë, një vëmë në krahasim se sa zhvillohet shpejt informatika dhe këto degat e përdorimit të kompjuterit apo aftësitë që i ka kompjuteri, mundësitë që i ka, se aftësitë janë njeriut. Ta do të kalojnë shpejtësinë e dritës. Po, domethënë, nëse flasim tash për kohët e fundit të inteligjencës artificiale, implementimin e saj, atëherë në disa pika është vetëm pjesë teorike. Domethënë, nëse flasim për inteligjencën më të hershme ka dallim nga ajo inteligjenca tash në shtresa të ndryshme, për arsye se kjo inteligjenca tash që po flitet që do të vjen në të ardhmen, është pak pikpyetje, po është vetëm në teori, domethënë nga ana e shkencëtarëve. Edhe flitet. Kto që do të vinë tash, do të kenë mundësinë që vetë të mbindërtohen, të updatetohen, të përditësohen, apo akoma kanë pas nevojë që njeriu të futa ato informata? Po, shife gjithmonë, si pjesë e inteligjencës artificiale, kemi disa shtresa dhe nën shtresa, të cilat i jipen si model, edhe formohen dhe krijohen algoritme. Çdo herë njeriu do të jetë edhe ai ndërmjetësuesi. Domethënë që të arrijë dhe të bëhet përditësimi i inteligjencës artificiale. Kështu që dallimi vitet e 80-ta deri në vitet 2000 pikërisht ishte ai disavantazhi nga ana e teknologjisë, që nuk mundeshte të përditësohet inteligjenca artificiale për shkak të performancave të teknologjisë ose performancave të superkompjuterave. Ai ishte mangësia ose stagnimi i asaj epoke. Nëse flasim jashtë historisë të inteligjencës artificiale, termi i parë si inteligjencë artificiale ka rrjedhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku më pastaj, domethënë, është zgjeruar edhe në kontinente tjera, qytete, shtete e kështu me radhë. Sot është një dilemë. Apo të fillojmë mirë, sipas teje në procesin edukativ arsimor, cilat janë avantazhet që i ka kjo inteligjencë artificiale? Çka ja lehtëson studiuesit, arsimtarit, nxënësit? Çka i lehtëson? Gjithmonë duke pas parasysh se ajo që ta përmendin sikur disavantazhe, mundësia e plagjiaturës apo diçka tjetër që nuk është e lejuar, po në fillimisht flasim çfarë mundësi apo çfarë horizonte i hap inteligjenca artificiale një nxënësit apo një arsimtar, një mësimdhënësit. Nëse flasim në përgjithësi për institucionet arsimore, si arsimi i lartë, arsimi i mesëm edhe fillor, inteligjenca artificiale ofron shumë mundësi. Do shkojmë, domethënë do kthehemi nga prizmi pozitiv, nga ana pozitive, sepse inteligjenca pasi që i ka të gjitha ato mundësitë dhe jep shumë mundësi, atëherë neve e kemi të gatshëm edhe të miremi, domethënë me pozitivitet, me anë, domethënë me teknologjinë. Po kemi disa avantazhe, të cilat pikë parë do të cekja ato. Avantazhi si pikë e parë e inteligjencës artificiale në arsim, jashtë sferave tjera, sepse inteligjenca artificiale shtrihet në gjitha sferat e jetës, po në arsim, në fokusin e arsimit, inteligjenca artificiale, domethënë, avantazh të parë e ka personalizimin. Si pikë të dytë, përveç personalizimit, e ka edhe robotin ose asistentin virtual,
Më pastaj si pikë të tretë generale, domethënë e ka vlerësimin automatik. Vetëm pak se Po. personalizimi. Çfarë nuk kupton kjo personalizimi? Domethënë ajo bëhet personalizohet, aftësohet apo përditësohet për disa informata të veçanta apo çfarë? Nëse marrim në arsim personalizimi, varet domethënë Prej lëndës që prej lëndës që jep. Personalizimi do të thotë shkurtimisht, domethënë në disa shembuj për nxënësit ose për studentët të cilët janë më të dobët, inteligjenca artificiale Përshtatet. përshtatet dhe i jep edhe mundësi më shumë për të mësuar, për të studiuar. Ndërsa te nxënësit të cilët janë më të avancuar, inteligjenca artificiale Ju jep edhe atyre ju jep mundësi. edhe më shumë mundësi, Edhe sfida edhe sfida të ndryshme. Si nën pikë e tretë e personalizimit mund cekët ndihmës për mësimdhënësit ose profesorët, sepse ndonjëherë nxënësit domethënë stagnojnë të pyesin arsimtarin ose mësuesin, dhe nëse përdoren inteligjencën artificiale në këtë rast e popularizuar ChatGPT, atëherë ai mund ta pyet edhe në shtëpi, edhe në rrugë, edhe në shkollë, edhe gjithmonë. Nuk ka kufizime të hapësirës e të kohës. Nuk ka, vetëm qasi në internet edhe pastaj ngelet krejt në dorën e nxënësit, studentit, prindit, mësimdhënësit e kështu me radhë. Asistenca virtuale ose roboti, çka nuk kupton kjo? Asistenca virtuale është si një mësimdhënës, Po? ku nxënësi, studenti vetëm duhet të ketë qasje dhe do ta përdor asistencën virtuale. Tani më asistencën virtuale mund ta gjejmë në çdo sferë. Edhe në sferën e komercializmit mund ta gjejmë. Për shembull, mund të cekim ndonjë po shmangemi pak larg pjesës arsimit, mund ta cekim operator telefonik dhe e ke asistencën domethënë robotike ku mund ta pyesësh për gjitha ofertat ose gjëra tjera dhe do të jep të gjitha domethënë përgjigjet. Ta asistenca domethënë virtuale është e lidhur ngushtë raporti mësimdhënës edhe nxënës, ku asistenca virtuale është si ndërmjetësuesi mes mësimdhënësit edhe nxënësit. Dhe aty kuptohet gjitha detyrat shtëpie, detyra klase, ushtrime, praktik, nëse bëhet fjalë për pjesën e arsimit lartë e kështu me radhë. Ishte para disa kohë, mos i thoni ChatGPT-s faleminderit. Çka ishte shkaku? Pse e thanë se mos harxhohet më tepër rryma, çka është puna? Po, Harxhohet interneti. nëse flasim në për masa botërore, Po? gjithmonë kemi pasur shkencëtar në një anë dhe shkencëtar në anën tjetër. Po. Çdo palë e shkencëtarëve japin mendimin e tyre, varësisht domethënë në cilat pika ndodhen, edhe në varësi cilat pika atyre ju konvenon. Domethënë, një pjesë e mirë e shkencëtarëve flasin që duhet ta përdorim më pak inteligjencën artificiale, ndërsa pjesa tjetër, domethënë vetëm se e ka përshëndetur edhe e përkrah fuqimisht, domethënë inteligjencën artificiale. Po mos ta harrojmë Sipas teja, mendon se është mirë që të mbështetemi më tepër apo si në çdo çështje rruga e mesme, as me e tepru, as mos me e neglizhu, është rruga më e mirë. Nëse flasim për nivelin arsimor, çdo herë duhet të kemi kontroll, sepse kemi edhe disa avantazhe. Domethënë, pika ky që është kontrolli prindëror, kur flitet për disa avantazhe, ndërsa nëse flasim për zhvillimin ose avancimin e një nxënësi ose studenti ose profesori, atëherë lirisht domethënë mund vazhdojnë domethënë ta gjejmë përkrahjen e inteligjencës artificiale. Por pa e keq përdorur. Ajo është qëllimi kryesor. E te pikat pak më herët që ceka, domethënë personalizimi, e dyta si pikë ishte asistenca virtuale, e treta pikë si pikë e tretë është e rëndësishme, domethënë vlerësimi automatik edhe feedbacku ose feedbacku i mënjëhershëm. Domethënë, kjo ja lehtëson mësimdhënësit, nëse ndalemi te pika e tretë, ja lehtëson mësimdhënësit, profesorit ose mësuesës në shkollë fillore, gjitha detyrat, gjitha testet, vlerësimet ti kthen në mënyrë automatike, mirë po edhe inteligjenca artificiale atësa është
e ndërtuar mund të zbulon edhe cilin fëmijë për cilin drejtim është, ose cili fëmijë ku ka prirje më shumë, ku ka më pak. Këtë mundësi, da. Kjo është e feedbacku që ka mundësi. Feedbacku në bazë të vlerësimeve, testeve që bën. Pastaj një pikë si pikë 4. A ndihmon në kopim inteligjenca artificiale apo? Po, kemi hasur, domethënë edhe neve në arsim, po kemi hasur edhe në vetë punët e tona. Themi sinqerisht, domethënë unë pasi që mirem edhe me pjesën e programimit, ndonjëherë për mos patur kohë, shfrytëzojmë inteligjencën artificiale, aplikacione të ndryshme të cilat për një kohë shumë të shkurtër na lehtëson, domethënë punën që duhet, ose ndonjë kodimin, ose ndonjë prezantim, ose diçka tjetër. Domethënë inteligjenca artificiale është tepër e mirë nga ana pozitive që në ndihmon, domethënë kryesisht domethënë është vetëm ndihmës. Po duhet patur kujdes se si duhet ta përdorim. Po mbështetja, ne po shohim se dita ditës po shtohet kjo mbështetje. Tash te studentët, ndoshta njerëzit që janë në studime pas diplomike, magjistraturë, doktoraturë, me të madhe e përdorin. Sikur po kanë frikë do ta humbin aftësinë e hulumtimit vet apo diçka që është dashur me hap ndonjë libër, me shiku disa referenca për me bë një punim, tashmë këtë punë ta kryen ChatGPT apo ndonjë AI tjetër, ndonjë inteligjencë artificiale tjetër, ndërsa mbetet nevoja që edhe njeriu me qenë i kyçur në atë çështje. Nuk është vetëm ta jep hazard e ti pastaj e lexon. Po, gjatë përvojës time edhe në arsim edhe në pjesën e programimit, në zonës të ndryshëm, din ndonjëherë edhe të befasojnë. Gjithçka varet prej fëmijës, se sa është i interesuar të bëjë një interaktivitet me po themi tash ChatGPT ose ndonjë aplikacion tjetër, ose ndonjë platformë tjetër për AI. Gjithçka varet prej pyetjes që e kërkon, gjithçka varet prej, nëse themi, kodim, cilën pjesë duhet ta marrësh, cilën duhet ta analizosh edhe cila do të funksionon pastaj në projektin real që e bën një nxënës. Do të thënë kjo është shumë e rëndësishme një mësimdhënës, një nxënës se si ka e zhvillon interaktivitetin me ChatGPT. Ka mëson se si duhet të bashkëpunon me se si duhet të bashkëpunon, si duhet të nxjerr analizat e krejt atyre rezultateve ose përgjigjeve që i sjell inteligjenca artificiale, pa marrë parasysh se li aplikacion është. Desha edhe pak të vazhdoj te pjesa e avantazheve, domethënë te pjesa te pika e 4, një prej pikave të po që është edhe ajo e rëndësishme, përveç pikave që më herët që i përmenda, është edhe ndihmësa për mësimdhënësit. Më pastaj pika e 5 është arsimi inkluziv edhe ndihma për nevoja, ndihma ndaj fëmijëve me nevoja të veçanta. Domethënë, te pika e 4, ndihmësa për mësimdhënësit është ajo që e ceka më herët. E tash këtu mund pak edhe të zgjerohemi. Nëse një institucion arsimor, shkollë fillore, dihet që ka menaxhuesin e shkollës, ka ndihmës drejtorin ose ka stafin pedagogjik, stafin arsimor, stafin teknik, po. Inteligjenca artificiale te kjo pikë gjen vendin e vetë, e ka hapësirën e vetë të duhur. Do të qenë pjesë e stafit. Do të më qenë pjesë e stafit. Secili mësimdhënës tash planifikimin vjetor, global, ose planifikimin ditor, tematik, mundet ta gërsheton nëpërmjet inteligjencës artificiale. Pse? Sepse dihet, inteligjenca artificiale i ka database-in ose bazën e të dhënave, të cilat vetëm se i ka të regjistruara nga shumë vite më herët. Shfaqja e inteligjencës artificiale të ne aktuale është tash për tash është temë diskutimi, mirë po inteligjenca artificiale është shumë më herët, edhe vit pas viti është bë update ose është përditësu. Te pika e 4, domethënë planifikimin ditor ose planet ose mësimet ose nëse kemi mungesë të ndonjë libri, diçka nuk është ende në botim ose diçka teksti, atëherë ajo mund të zaventësohet edhe në bazë ligjore është tolerative që tolerohet,
edhe mund të zëvendësohet me inteligjencë artificiale, bile Edhe mund në mënyrë personalizuar, si thashë, personalizuar, vlerësimet jo të njëjta për gjithë nxënësit, vlerësime korekte e kështu me radhë. Te pika e 5, pasi që jemi te avantazhet, është shumë e rëndësishme tash për tash arsimi inkluziv, që vetëm se këto vite e kemi në arsimin fillor. Inkluziv do të thonë edhe ato nxënës që kanë ndoshta ngecje në zhvillimin e tyre intelektual, edhe ata të bëhen pjesë të arsimit që është për krejt fëmijët. Për krejt jo në arsim special apo të veçantë. Po. Ashtu siç janë të pranuar të gjitha ato fëmijë, tani inteligjencën artificiale mund ta përdorim edhe për ato fëmijë, që të kemi më shumë të arritur edhe rezultate me ato fëmijë. Për shembull, kemi fëmijë me disleksi në të lexuarit, pastaj kemi me autizëm. Sigurisht që inteligjenca artificiale e gjen mënyrën dhe metodën që me ndihmu në disleksinë ata vështirësitë gjatë leximit. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës jemi dëshmitar që nga vitet 80-ta, 70-ta është përdorur alfabeti Braille, i cili është për të verbërit. Pastaj në ato vite ka gjetë zhvillimin e vetë edhe text to speech ose në të folurit për ato që nuk ndëgjojnë e kështu me radhë. Domethënë kjo pika e 5 është për këtë kategori. Ku në shtetet e zhvilluara ka dhënë mjaft rezultate të mirë, edhe neve këtu kemi një qendër që mirët me këtë kategori të fëmijëve, po edhe të rriturve, të cilët në disa raste edhe në mediume kemi hasur, domethënë shumë rezultate të mira të disa personave që kanë mbaruar edhe fakultetin, edhe arsimin e lartë, domethënë matutje, magjistraturë. Ka qenë në pozitë të disfavorshme, në pozitë të nënvlerësuar, mirë po ka mbaruar nëpërmjet alfabetit Braille ose nëpërmjet kësaj teknologjie, domethënë text to speech edhe speech to text, anasjelltas. Sipas te Bujar, ky arsimi inkluziv, a është hap i duhur apo te ne akoma nuk janë krijuar kushtet që të me qenë efektiv? Ne kemi dëgjuar shumë për aspektet pozitive të socializimi, pastaj gjëra tjera që ndihmojnë fëmijët. Por të ne në për shkollat tona, ashtu si i kemi, a thuj kemi kushtet të mjaftueshme që me u zhvillu ki arsim inkluziv? Apo për momentin do është më mirë që ato të vazhdojnë për ato institucionet të specializuar? Po, shife, në aspektin e teknologjisë, në aspektin e inteligjencës artificiale, më duket që ende jemi vonë në lidhje me arsimin inkluziv në aspektin e përdorimit të inteligjencës artificiale. Në aspektin rajonal të përgjithshëm, jashtë përdorimit të teknologjisë, domethënë jemi në hapa të njëjtë, sikurse me vendet të rajonit ballkanik këtu që jemi, po nuk jemi kompetent të flasim në aspektin përgjithshëm. Edhe pse tash vendisimi është shumë më i lartë në shkollat tona fillore, sidomos tash në shkollat komunale, vetë se vendisimi është i lartë edhe kanë filluar me ndërmarrjen e hapave të ndërgjegjësimit të këtyre këtë shtresë të fëmijëve. Ndërsa në aspektin e teknologjisë besoj që ende na duhet kohë, domethënë të studiojmë, të ulëmtojmë, të marrim pjesë në të shkojmë në vizita në shtete të zhvilluara, të marrim njohuri dhe të kthehemi këtu dhe ta implementojmë, të ofrojmë vendit tonë atë shërbim. A ka ndonjë avantazh që nuk e përmendëm? Apo këto janë përgjithësi? Avantazhe, domethënë këto janë ato kryesore të përgjithshme, përveç këtyre, domethënë nëse flasim vetëm për arsim, ka avantazhe të shumta. Për gjitha lëndët, për gjitha klasat, nga klasa e parë deri te 9-ën, nga arsimi mesëm deri në përfundim të arsimit mesëm, po ashtu edhe arsimin e lartë. Ki vizualizimi, do të thonë fotografit, video që i bën inteligjenca artificiale aq të plota, ose e kanë, do të thonë,
motivim krijojnë tek nxënësit. Se ne kemi pa nga përvoja se fëmijët kur ballafaqohen me diçka që është në formë të videos, më letë koncentrohen, më letë fokusohen. Këto mundësi të jep edhe kjo, inteligjenca artificiale që për shembull nga lënda e biologjisë mund me ta dhënë një pasqyrim të detajizuar të trupit të njeriu, të organeve se si funksionojnë. Dhe kjo është në një farë mënyrë tërheqëse për fëmijët dhe motivuese që edhe ata të vazhdojnë të hulumtojnë atë kësaj. Po, pikërisht. Domethënë nëse bëjmë një search ose një kërkim në Google për ndonjë fotografi e cila do të na duhet për një projekt shkollor, atëherë ta shkohet e fundit të gjitha janë fotografitë është pak më rënd t'i marrim sepse kanë edhe copyright ose e kanë të drejtën e autorit. Ta shkohet e fundit është këto 2-3 vitet e fundit është më të madhe e drejta e autorit, si për fotografi ose gjërësisht themi për media, fotografi, video, audio e gjitha të tjera. Tani pse mos ta përdoren nxënësit edhe inteligjencën artificiale, ku nëse marrim shembull ChatGPT, atëherë e bën vetëm një kërkesë, në bazë të kërkesës gjenerohet ajo fotografi. Por mendoj që me kalimin e kohës edhe inteligjenca artificiale do e jep një copyright ose do e jep një si të themi si pengesë që ti duhet të marrësh një leje për ta ose duhet të paguash ose duhet ta bësh pagesën siç është edhe tani. Po. Tash për tash është forma më e mirë, domethënë për të gjeneruar, sepse imagjinata e një fëmijët nuk ka kufi. Në bazë të asaj imagjinate, të njëjtën që imagjinon e shkruan edhe gjenerohet fotografia të cilën ti më pastaj e përdor për projekte ose për ndonjë qëllim tjetër. E këto video që po i shohim për shembull të disa kryetarë të shtetit se duke u që gjenerohen nga AI. Po. Tani shpesh njerëzit nuk dinë me i dallu. Tash ishte kjo situata me presidentin e Francës, edhe me bashkëshortën e tij. A disa video i parë se i kishin dramatizuar, i kishin bërë do video të përgjeshjes së vërtet si kung fu të u përla njërëve tjetëri. Në qendër të vëmendjes së botërore. Po, para se të shfaqet haptazi ChatGPT, është një komunitet në GitHub, ku aty është gjithë tematika e teknologjisë, si pjesa programimit, si pjesa inteligjencës artificiale e shumë të tjera. Në atë komunitet, para disa viteve, unë personalisht hasa në një pjesë të kodimit, ku pjesa e botës vetëm se e kishte shfaqur, ndërsa te neve shumë më pak. Dhe njëri prej atyre aplikacioneve, i cili nuk ishte lehtë për të instaluar në kompjuter ose në telefon, kërkonte pak mjeshtri, quheshte deepfake. Ajo ishte pak më herët para ChatGPT-s. Edhe kjo deepfake... Edhe ato deepfake, ndoshta me një farë shkallë kanë qenë dhe ma reale se sa ChatGPT-ja. ChatGPT e heton se është diçka. Deepfake me të vërtetë, ku po disa video çka u paraqet deepfake, edhe fillimisht kur e tova unë mendova vetëm mos është ndonjë montim kështu grafik. Mirëpo me fillimet e shpeshta të ulëmtimit personal e gjeta edhe pjesën e source code-it ose të kodimit dhe pastaj mënyra se si duhet të manevrohet me atë pjesë të kodimit që të bësh deepfake. Dhe shumë shkurt u paraqiten nga njerëzit, domethënë presidentët e shteteve e kështu me radhë, pjesa komedike e deepfake-ave ose të artistëve botror, më pak në rajonin ton, po më shumë në rajonin e Evropës edhe asaj pjesës tjetër. Më shumë të shtetet që janë më shumë ndikues në politikën botrore. Por ishte mahnitse ajo. Domethënë ajo ishte mahnitse ku në lidhje me pjesën e deepfake-it desha të cek kinematografinë e Hollywoodit. Domethënë yjet botrore tash filmat më të mirë tash po shfaqen, domethënë përdorin një pjesë të teknologjisë të deepfake me kombinim të programeve tjera shtesë.
në aspektin pozitiv, ajo po shfaqet mirë. Mirë po, nëse flasim për deepfake, kjo bën pjesë të disavantazhi i teknologjisë artificiale. Nuk di të dallojmë të realitetin nga ajo që nuk është realitet. Po, nëse dalim te pjesa e disavantazheve, kemi përdorimi ose ruajtja e të dhënave personale, që është mjaft e frikshme edhe mjaft me karakter. ChatGPT-a e profilizon njeriu, për shembull? Ja merr informatat, preferencat e pastaj krijon një profil për to? Apo kjo nuk është akoma e mundshme të inteligjencës artificiale? Nëse vendos një profil i cili është publik në ChatGPT, atëherë përgjigjet janë pak më ndryshe nga ana e ChatGPT, sepse mundet edhe të jetë përgjigje negative, që nuk mund mirët me atë fotografi ose me atë person. Po, nëse miresh me personalitet normal, sikurse gjithë njerëzit që jemi neve, atëherë, domethënë, nuk e din se ku shkon ajo fotografi dhe çka ndodh. Aty është ajo rreziku. Te dizavantazhet, se deshta të lidhem njerë në ato disa pika të disavantazh, pastaj pak më zgjeremisht të shkojmë. Te dizavantazhet është të dhënat edhe keqpërdorimi atyre të dhënave. Domethënë, një fëmijë don e ngarkon një fotografi në ChatGPT, edhe çka bën pastaj e bën një kërkesë, edhe thot më bën një superhero. Pastaj çka ndodh, ku shkon ajo fotografia, është shumë problematike. Prej disavantazheve tjera është nga ajo personale për çdo person, kemi disavantazhet në arsim. Domethënë, kopjimi edhe plagjiatura, domethënë që ndodh në punimet seminarike, punimet diplome edhe më lart. Tezat e doktoraturës dhe magjistraturës, doktoraturës e kështu me radhë. Po çka është interesante me këtë, pas jemi tek kjo pikë që mos ta harroj, kemi lexuar, ndoshta edhe ju e keni potencuar gjatë shfletimit në internet, se përveç plagjiaturës që mund të hetohet nga ana e një institucioni, tash në avantazh është edhe një aplikacion tjetër i cili domethënë e ndron kahjen e asaj plagjiature që mos të hetohet nga ashtmo. Domethënë çdo herë ajo e modifikon. Gjitha, domethënë, jo vetëm në aspektin e shkrimit, po i ndron edhe fjalitë edhe fjalët që mos sistemi i arsimor atje mos ta detekton që është plagjiaturë. Kjo është dizavantazh për në arsim. Përdorimi moral apo etik. Unë e pash një lëvizje disa inxhinierëve të informatikës që kishin bërë një lëvizje globale për një përdorim të drejtë që është brenda kufive të asaj që është etike, morale, e mirë të këtyre teknologjisë moderne që e kemi. A ka rrit inteligencë artificiale të kajo me bëhat gjykimin moral? Kjo a bën as zban? Apo akoma nuk di me thoni jo? I kemi disa shtresa, dy të cilat do t'i përmendi sot në këtë emision, e kemi të mësuarit e makinës, ose machine learning, dhe një në shtres tjetër është deep learning. Këto janë dy shtresa shumë kryesore të cilat janë pjesë funksionale të inteligjencës artificiale. Te pjesa e machine learning, ose të mësuarit e makinës, për shembull, kemi robotin dhe duhet ta mësojmë neve. Mvaret pyetjen që e parashtrut se si do e mësosh. A do e mësosh në aspektin negativ apo pozitiv? Domethënë, unë me fëmijët atje në kurs përdori machine learning, mirë po i mësojmë vetëm me disa të dhëna. Më pastaj japim edhe të dhëna tjera, ta shohim se ajo inteligjencë artificiale në bazë të atij algoritmi, a do të funksionon si duhet. Domethënë aty janë 4 faza të pjesa e machine learning, kur bëhet mësimi i një roboti, janë 4 faza. Faza e parë, domethënë, është të dhënat, se si futen të dhënat. Faza e dytë është modeli, çfarë algoritmi do të përdoret. Domethënë, mund ta marrim si shembull, a është një mace, a është një qen. Edhe për çka është mace dhe për çka është qen, në bazë të vizualizimit.
Zakonisht me fëmijët e vegjël punojmë me anë të fotografive, në bazë të vizualizimit, se ajo është koncepti bazë që mësohet. Ndërsa në nivele tjera më lart punohet edhe me anë të programimit, me anë të shkrimeve, të kodeve. Pas asaj faze është edhe testimi. Shumë i rëndësishëm është testimi për një aplikacion me AI, për arsye se mund të hasë në pengesa. Në bazë të pengesave të e bën edhe përgjithësimin ose përmirësimin. Këto janë ato 4 pika, korrigjimin, shtesa e kështu me radhë. Pa përmendur inteligjencën artificiale. Ne në këto vite, sigurisht edhe jo, kur kemi filluar përdorimin e internetit, qysh viteve 98 personal që kemi përdorur në shtëpi, si fëmijë kam përdorur, kemi hasë në pengesa shumë më të vogla në devijime të ndryshme të internetit, apo edhe po me kalimin e kohës kemi mësuar që në mënyrë etike duhet të sillemi, domethënë me kompjuterin sikur po ta kemi personin aty afër. Edhe kjo është e lidhur shumë ngushtë me empatinë. Është e lidhur ngushtë shumë me empatinë. Një fëmijë i cili është empatik, normal që do ta përdorë në mënyrë të drejtë edhe kompjuterin. Nga ana e inteligjencës artificiale, pyetjen që e parashtrove, se sa mund të gjykon inteligjenca artificiale, ata do t'ja lëm kohës, domethënë për në të mirë edhe për në të keqe. Mirë, po tash po hasim jo vetëm në ChatGPT, po hasim edhe në aplikacione tjera si DeepSeek, tash kjo e fundit, një shteti tjetër që e krijoi, të Kinës, po hasim në disa pengesa që edhe inteligjenca artificiale po tregon se kjo është kështu, po mundet edhe kështu. Pastaj ti duhet ta zgjedhësh, cilat të konvenon. Se përdorimi moral është shumë rëndësi i këtyre, domethënë, arritjeve shkencore që i ka njeriu apo teknologjike, sepse jetojmë në një kohë kur me të vërtetë është shumë e përhapur edhe dhuna virtuale apo dhuna kibernetike. Keq përdorimi i informatave personale. Unë para disa viteve kur e kishmi pjesë të mësimeve, etika në përdorimin e internetit e kompjuterit, i u tregova nxënësve me quajt në një eksperiment social që e kishte bërë një mësuese, e se e kishte lëshu fotografinë e saj në internet, në rrjet, edhe pastaj tregonte çfarë modifikime i kishin bërë asaj fotografisë. E kishin paraqitur sikur person pa shtëpi, si person i dehur, domethënë se di sa versione të atij fotografisë, të asaj fotografisë kishin bërë, edhe shumica ajo që neve duhet me na mbrengos ishin më shumë negative se sa pozitive. Kjo, sipas teja, ti e thava se më shumë lidhet me personin që e përdor. Ajo është ai i cili duhet me e dhënë atë gjykimin etik apo jo etik. Por a ka mundësi që të vendoset një sistem kontrolli i cili do ta zvogloje mundësinë që të keq përdoret inteligjenca artificiale, e të rritet mundësia për një përdorim të dobishëm të kësaj inteligjencës artificiale. Po, me informata tash më të reja që janë për rrjetet sociale, domethënë që nga krijimi i platformës Meta, i cili është inkuadruar në rrjetet sociale, tani, domethënë dal nga dal do të vjen deri te parandalimi i këtyre devijimeve, si të themi. Domethënë për një shkronjë që ke shkruar diçka gabim mos pranohet, ose për një fjalë të cilën e ke komentuar diku në rrjetet sociale me njerë të detektohet, ose për një screenshot nëse e bën, pastaj vjen lajmërimi që ti nuk guxon me bë screenshotin se nuk e din se për çfarë qëllime, domethënë krijohet. Këto ndalesa vetëm se kanë filluar, domethënë, edhe përndryshe këto quhen edhe filtra. Këto janë filtra të cilat kanë ekzistuar edhe më herët, mirë po tash me implementimin e Meta, domethënë teknologjisë AI, që është në gjitha rrjetet sociale, edhe në çdo platformë tash botërore që po përdoret, do vinë rezultatet, domethënë të këtyre devijimeve që ndodhin, domethënë në gjithë botën, keq përdorimeve që ndodhin. A ka mundësi kjo Meta që e përmende? A ka mundësi me hetu gjuhën e urrejtjes, ofendimet? Po. Tash me implementimin e Meta AI në rrjetet sociale, domethënë nëpërmjet agentëve, të cilët janë robot në rrjet,
mund bëhet edhe detektimi i gjuhës së urrejtjes. Edhe me parandalu ndonjë krim të mundshëm. Po, me parandalu krimin, me bë aktivizimin e lajmit, që domethënë 2 persona në një vend bisedojnë për këtë edhe me njërë të mirën masa. Kjo domethënë është shumë e afërt që do vjen. Mirë, po fatkeqësisht nga ana tjetër është edhe ajo. Është pak një rrezik për shembull si quhet ajo mënyra e të biseduarit dallon të shqiptarët fatkeqësisht. Pyetjet janë shumë diçka normale. Thojza, do të me qenë normale, po. Për shembull kur e përshëndet shokun e vet, te ne shqiptari është shan, që është katastrofë në veti, po. E kjo tash sankcionohet nga Meta AI. Tash, domethënë krejt varet në implementimin e gjitha gjuhëve që do të përdoren, edhe pse rrjeti social Facebook e këto i kanë të gjitha gjuhët, shumica e gjuhëve botërore, mirë po do të varet krejt implementimi i gjitha gjuhëve dhe marrëveshjet shtetërore mes Meta AI edhe të atij shteti se si do të ndërvepron. Po edhe në rrjetet tjera social, jo vetëm Facebook, Instagram, po edhe në aplikacionet të cilet janë për komunikim, interaktivitet direkt si Viber, WhatsApp edhe Telegram edhe shumë të tjera. Unë pa disa viteve ishte një film i cili kështu thoshte se në të ardhmen do të zhvillohet aq shumë kjo inteligjencë artificiale saqë ka pas mundësi edhe me parashiku ndonjë krim që ka më ndodhur. Në bazë të atij parashikimit të kësaj AI, ata ndërmenin veprimin ose arrestojnë atë personin para se me bo krimin që ka dashur me e bo. Sipas teja, a thua është e mundshme kjo më ardh? Ne tash po dëgjojmë se AI, kjo Meta AI, inteligjencë artificiale po mbledh informata, po vëzhgon, po mbikëqyr. Këtë teknologji kemi, domethënë, e kemi edhe në aeroporte. Në aeroporte më herët ishte teknologjia e kamerës dhe fytyrës edhe matja e temperaturës. Në shumë hulumtime, në shumë hulumtime, po edhe para Covidit, në shumë hulumtime, shumë shkencëtar kanë dalur me domethënë me mendimet e tyre përfundimtare se në bazë për shembull të temperaturës trupore diçka rrahjet e zemrës ose rrahjet e zemrës ose diçka mund të ka diçka ai person ose ka probleme shëndetësore për parandalimin e ndonjë ataku ose diçka tjetër. Po tash me bashkëveprimin e inteligjencës artificiale shtohen edhe disa domethënë veçori tjera të cilat do të bëjnë ndihmës si në aeroporte, stacione autobusash ose vende tjera publike, që do të hetohet fytyra, do të hetohet identiteti i tij për menjëherë aty se kush është, domethënë a ka emër mbi emër, nga cili vend vjen, për çka e kështu me radhë. Domethënë inteligjenca artificiale gjën shtrihet. Kishte arrit ti shkon në ndonjë supermarket për shembull, ndonjë qendër tregtare, vetëm me hyrjen tënde ato i marrin informatat edhe s'ke nevojë as për kartele as për asgjë. Në bazë të asaj që i integruar në sistemin, ti marrin parat nga xhiro llogaria dhe ti e pagon. Ose për shembull ndonjë kundërvajtje ke bën në trafik, vetëm ta detektojnë fytyrën edhe duke u nisur për vendeve të zhvilluara si Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kina, Japonia, edhe disa vende tjera. Domethënë këto janë vetëm se faktike, janë të... Kjo, sipas teje, a nuk është shkelje një lloj privatësisë së njeriut? Po thashtë disa avantazhet, luan rol edhe privatësia. Privatësia dhe shpërndarja të dhënave personale, po edhe të dhënave të tjera. Se unë kam dëgjuar më herët se nëse diçka hyn në rrjetin e internetit është problem. Sa do që të mundohesh ta fshish, ka mbetë digital fingerprint, footsteps, e kështu me radhë, domethënë hapat që i ke bë atje, vetëm se ma mbesin atje. Domethënë varet prej çdo shteti, si e ka regulativën shtetërore për përdorimin e të dhënave. Po edhe në vendin tonë ekzistojnë ligje që nuk duhet të kesh përdoren të dhënat personale. Pa marrë parasysh është nga inteligjenca artificiale ose nga faktori njeri.
Domethënë për një numër am nuk është mirë të kesh përdoret për arsye që bëhet shkelje e ligjit. Mendoj Unë mendoj se këtë mos ta harrojmë. po. Fëmijët janë ndoshta ajo shtresa më e rrezikuar. Po. Sepse ato nuk janë të vetëdijshëm se çka do të thonë informat personale, edhe ndoshta shumë ma lehtë japin edhe emrin edhe adresën edhe gjë që nuk duhet t'i japin edhe këtu apelojmë tek prindërit që me i kontrollu. Të ne mungon kjo mbikëqyrja e fëmijëve në rrjetet sociale apo në internet edhe. Po, mungon mbikëqyrja, mungon kufizimi i kohës gjatë shfrytëzimit të internetit, si në shtëpi, si në shkollë ose si në vende tjera. Një ditë isha duke kaluar në një rrugë edhe një fëmijë kishte një tablet në dorë. E tabletin e kishte me zorë shluma, sharje nga diapazoni i gjithë që e kemi në shqiptarët. Fatkeqësisht. Edhe ajo fëmijë ishte 4 vjeçare, po ndoshta 3 vjeçare gjys. E ekspozon vetën ndaj atyre sharje. Prandaj sot ne habitemi kur dëgjojmë se sharja apo pyerja apo diçka Po. shumë normale në fjalorin e përditshëm. Këtu mungon atje vetëdijsimi i prindërve që edhe ata duhet me pas qasje në atë. Sa janë efektive ato aplikacione që i përdorin dopo, që nga telefoni vetë me kontrollu telefonin e fëmijës edhe ashtu. Edhe a mendon se fëmijës duhet me i dhënë telefon, apo cila është mosha? Unë e pata pa një dokumentar ku thoshte ato inxhinierët që i kanë bë platformat kryesore të Facebookut, të Pinterestit, të Instagramit, po unë fëmijës tem deri në moshën 18 vjeçare nuk i jap telefon. Shife, përdorimi i përgjithshëm i një kompjuteri ose një pajisje elektronike në Shtetet e Bashkuara e Amerikës është më e lejuar që nga klasa e 2 e 3, mirëpatje fillojnë drejt për drejt direkt, domethënë me programim, edhe në bazë të mësimeve. Po flasim për institucione arsimore, ndërsa për në përgjithësi sa më e vogël të jetë mosha, aq më e rrezikshme. Domethënë është për vetë fëmijën, pikë pari më e rëndësishme është për vetë fëmijën. Pastaj do jetë rrjedhojë edhe për prindin, nanën ose babën. Duke hasur neve fëmijë të cilat kanë pengesa në të folurit e kështu me radhë, në familjet tona, në shkollë e kështu me radhë, ajo ka ardhur krejt si rezultat i përdorimit një telefoni dhe përmbajtjes të cilën e ka shiquar. Domethënë pjesa më e rrezikshme dhe më e prekur janë fëmijët, të cilët në kohët e fundit tash nuk kanë kontroll prindërore, fatkeqësisht, dhe mungesa e jetës më hershme, mungesa e socializimit dhe mungesa e leximit, domethënë të një libri normal. Unë çdo herë domethënë me dal në rrugë përpara. Po, ose me dal në rrugë, po. Një jetë pak ma normale, një jetë familjare. Ma lloj-llojshme, duke i parë për shembull rinin të cilët po shkojnë edhe në kampione gjatë luajtjes së lojrave apo në gaming dhe po marrin vendet para të dyta. Ajo është pjesa më e mirë të cilën ato fëmijë përgatiten dhe marrin e meritojnë vendin e tyre, domethënë atje në lojra të ndryshme. Mirë po, pjesa dërmuese e fëmijëve tanë, nxënësve tanë, domethënë janë në një rrugë pak më ndryshe, e cila mund sjell pasoja ose më herët ose më vonë. Shumë është përhapur dhuna dhe një prej faktorëve është edhe dhuna që e shohin në për këto pajisjet elektronike, në për mediume, dhe kjo bëhet pjesë e natyrës së tij, domethënë e llogarit një vepër që ndoshta është krim, ndoshta është e idealizon, e bën sikur diçka që është e mirë. Po. Edhe ato që nuk duhet me qenë heronjë të tyre, ato i bëjnë me qenë heronjë të tyre. Po jo rastësisht për shembull në çdo përmbajtje video,
sidomos këto në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është ai mesazhi në fillim ose në fund të një video që mos i kopjoni këto gjëra të cilat ndodhen në këtë video. Mos u mundoni këto të bëni në shtëpi. Edhe në shtëpi. Sa ka efekt? Në shumicën e rasteve nuk ka efekt sepse vetëm te kalohet ajo dhe fëmijëve nuk i intereson. Mirë, po për mbajtje, nëse flasim tash për platformën YouTube, e cila është popularizuar për mbajtja, sepse inteligjenca artificiale tashmë është edhe në YouTube. Mirë, po është në pjesën e rekomandimeve. Nuk është në pjesën e asaj që ti nëpërmjet YouTube. Ti rekomandon video që ti rekomandon video. Në bazë të profilit tënd. Në bazë të profilit, në bazë të shikueshmërisë se çka shikon, në bazë të searchit ose kërkimeve që i bën. Ose trendi, çka është diçka trending. Trendi është ajo primare, pastaj ajo personale, personi çka kërkon ose fëmia çka kërkon. Shumicën e rasteve personalisht, shumicën e rasteve, në videot shorts, po edhe në YouTube, video normale, kam hasur video degenerative, të cilat, domethënë, kur i kam pa para 4-5 viteve, domethënë, sinqerisht jam habitur se si platforma YouTube i ka lejuar. Dhe disa prej tyre fatmirësisht me shumë ankesa dhe janë larguar. Te pjesa ku fëmijët e vegjël, domethënë, shiqojnë për mbajtje filma vizatimore si diçka, ajo është shumë e rëndësishme. Siç e dim në televizionet publike, të cilat kanë përgjegjësi, thuhet mesazhi i fillimit atje që është dedikuar për këtë moshë ose për atë moshë. Në YouTube ka restriksione, mirë po të gjithë ato kreatorët sensitiv, po kreatorët të cilët po bëjnë video të ndryshme tani po mundohen ta fshihin atë lojën e cila është e padobishme për fëmijën e kështu me radhë. Domethënë për shembull e marrim hyp në katin e dytë edhe po kërcen atje ose diçka tjetër. Në ato sfidat që po i bëjnë, domethënë në disa aspekte filtri i YouTube-s po i kalon ato ose vetë YouTube kreatorët domethënë janë shumë të aftë të cilët i bëjnë ato modifikime që vetëm të kalon si video dhe pastaj të jetë me shikueshmëri domethënë të madhe. Domethënë rreziku më i madh janë fëmijët. Që nga mosha më e vogël deri pjesa e tinejdžerëve e kështu me radhë. Po zakonisht unë nuk deshta të ndaljem shumë të disavantazhet, më shumë fokusojmë të pjesa e pozitive, që t'jemi më pozitive edhe me fëmijët, edhe me kolegët, edhe në vendin aty ku punojmë, ku bashkëveprojmë. Te pjesa pozitive është mvaret gjithë kjo prej fëmijëve. Ndihmon për ndërtimin e fëmijës. Po. Edukimin e tij, socializimin e tij, mundohen që të rritet në një nivel që është në varet tash fëmiu sa është nën kontroll prindërore, që të bën kërkesa nëpërmjet ChatGPT-s, DeepSeek ose aplikacioneve tjera, qoftë formë grafike, qoftë formë tekstuale, nuk është me rëndësi, varet si e përdor pjesën YouTube për mësimet që i duhen, domethënë që duhet përgatitet për një orë mësimore atje. Krejt varet kontrolli prindëror bashkë me fëmijën. Nëse fëmia është i talentuar edhe nëse fëmiu është i kyçur në aspekt pozitiv të kërkon diçka në YouTube, do e gjejnë në gjuhë shqipe, po nëse nuk është në gjuhë shqipe, do e gjejnë edhe në gjuhë tjera, më pastaj domethënë do e arrijë qëllimin e vet pozitiv. Po nga ana e dizavantazhit, domethënë kujdesi më i madh është kujdesi prindëror për fëmijët e vegjël, ndërsa për pjesën e adoleshentëve, ndoshta këtu ka mundësi me ndërhyrje shteti duke vendosur disa është më temë pak më diskutabile, është temë pak më problematike te ndërhyrja, sepse aplikacionet tash të shumta që janë, për shembull si TikTok e kështu me radhë, është pak më problematike të ndalin këto devijime. Shpërndarja e tyre bëhet në mënyrë shumë shpejt, virale, për fat të keq, edhe të rinj tanë, domethënë motivohen nga ato video edhe fatkeqësisht shkojnë në rrugë të gabuar. Ja, kjo bisedë ka edhe shumë me fol, po mendoj se së paku i përmendëm disa gjëra që është mirë me i ditë, e të mbetet si një këshill për prindërit që ti kontrollojnë fëmijët e tyre, mos të japin
këto aparaturën e mençur shumë herë. Përveç teknologjisë, 1 orë ose 2 orë nëse e përdorin telefonin ose platforma të ndryshme, ti kushtojnë më shumë rëndësi leximit. Leximi është pjesa më kryesore. Ose nga ana tjetër, zanati ose sporti. Domethënë këto janë disa të mira të kësaj bote, të cilët edhe e formojnë një fëmijë në personalitet. Edhe ndihmojnë që të zhvillohet. Po, më e rëndësishme është leximi. Po të jetë leximi edhe nëpërmjet internetit, nuk është problem. A lexon Wikipedia ose ndonjë platformë tjetër, nuk është me rëndësi. Leximi është në krizë shumë të thellë. Në krizë. Vetëm desha ta potencoj, domethënë fillimet kemi patur internet, mirë po interneti nuk ka qenë i bollshëm. Si burim, ka pas informata më pak. Domethënë për pjesën tonë, vitet 98-99. E mbaj mend si sot nga vllahu kemi përdor enciklopedi britanika ose Encarta, kanë qenë 2 botërore, të cilat aty kishte pak më shumë informata dhe i kemi përdor për të lexuar ose i kemi përdor për mësime. Po tash, fatmirësisht, interneti është i bollshëm, burimi i pashtershëm, informata plus inteligjencë artificiale në aspekt pozitiv. Që ta përdorim edhe të kemi sukses. Faleminderit për ftesën. Ju uroj për emision tjetër, kur do ta shohim se ka shku kjo inteligjenca artificiale dhe si përdoret tek ne shqiptar. Shpresojmë në aspektin pozitiv. Faleminderit edhe një herë, ju uroj për emision. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi që t'ju kemi sonte. Ndërkohë shikues, ky ishte podcasti i kësaj jave. Ju përshëndes, selam aleikum wa rahmatullah.